Unë besoj, unë kam thënë, unë s'dojmë nga se kundra Gimbë Selinit. Jo, s'po them gjë. Unë kam thënë, gabimi Selinit është që s'di të ndaj lojën nga marrëdhënia. Pse? Se ti normal funditës tu brenda ke nevojë për i kundërshtar. Se vend diskutim fare. Po, Mero Gerdi mund ta kishe shmang. Momentin që ti e dije që ky donte të të prishte dasmën, nuk kishe pse i jepet i ftesë gjithë mllef me ashtu mllefin. Kurse për mirin doli që Gimbo nuk donte, doje ti, po s'doje të shkruaj emrin tat, se normale nuk mund ta shkruaj ti emrin tat. Jo, s'është kështu. Është kjo. Ashtu doli aty. Bravo, po s'është kështu. Doli aty. Dakor, pra unë po të them pas çfarë doli. Okej. Ti e di shumë mirë që Miri me 2 shikime kap prajmin. Jo ma me ardhë ndasëm. Me 2 shikime kap prajmin, Miri Selin. E normal del Miri Selin Gimbo. Keq kuptimet më të vaqë. Unë të kam thënë, nuk ka lidhje fare marrëdhënia juaj me atë që keni me Mirin. Kam thënë, ju të dy e keni gjithë marrëdhënie loje, e keni gjithë marrëdhënie kish kuptimesh, nuk ka asnjë lloj ndjesie, asnjë lloj gjëje. Thjesht thonjza, provokime me sy, çështje situate, asnjë lloj ndjesie.